Më 18 mars 2025, sektori hetimeve në stacionin policor në Prizren, pas një pune operative hetimore, kanë arritur që të identifikojnë dhe të arrestojnë të dyshuarit me inicialet LB viti lindjes 2003 dhe FK viti lindjes 2001, njofton zëdhënësi i policisë Vesel Gashi. Arrestimi i tyre është bërë pasi që janë gjetur prova të mjaftueshme se të dy të dyshuarit më datën 15 mars 2025 në rrugën Brigada 126 në Prizren kanë gjuajtur me armë zjarri dhe të njëjtit kanë kanosur dy viktimat me shkuj kosovar. Gjatë kontrollit në shtëpinë e njërit nga të dyshuarit janë gjetur dhe konfiskuar dy pistoleta, dyshuhet të jenë me gaz, dhe një granat dore që është tërhequr nga një siti i EOD-s. Të dyshuarit pas intervistimit me urdhër të prokurorit të shtetit janë ndaluar në mbajtje për 48 orë dhe ndaj tyre do të ngritet kallëzim penal për veprat penale, kanosje, armbajtje pa leje dhe përdorim i armës, njofton zëdhënësi Gashi.